besoj që si ekip, shpituat dhe që ekip në të një bëhu punëtime, për qytetin, për gjithë meja që jetojnë për qytet, sigurisht se nga opesme se nuk është kapsus, po bërguar edhe të përgojnë edhe menageriale, edhe politike të gjitha, besoj që e kemi ato. Unë, kudo që t'jam, ka me bo maksimumin, me bo veprimet e nevojshme që me qenë dobi të qytetit, të qytetarëve, pres një bashkëpunim të mirë mes forcave politike komunën e Mitrovicës, pavarësisht a janë pozit, a janë opozit, gora politike ka përfundu, edhe mendoj që tash gjithë duhet ta koncentrojnë energjinë në drejtim pozitiv edhe në dobi qytetit. Edhe herurime, suksese edhe ju prifte mora e na prifte mora. Unë tash edhe si kryetari i vetë në leja që edhe nëmën të qytetarit në Mitrovicës, që ju përroj dhe përgëzoj, falenderoj për çdo punë të mirë që keni bërë për qytetin. Sigur se tha, gara zgjedhore është gara zgjedhore, sot jemi në një moment të solemnitetit, edhe në moment të reflektimit, po ambicia, synimi dhe objektivi ynë është që me bërë punë të mira për Mitrovicën, e për këtë çdo herë na duhet bashkëpunim edhe mes forcave politike edhe me gjithë aktorëve që kanë qenë aktive dhe vazhdojnë të jenë pjesë e garës politike. Kështu që edhe nga ana ime çdo herë do ta kesh pjesën e vullnetit politik për me bashkëpunu për Mitrovicën, po jo vetëm për Mitrovicën, po edhe për krejt Kosovën.